Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi operacionin e fundit SPAK-ut për tenderat e zhvilluar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, duke denoncuar largimin nga Shqipëria të Ergyes Agasit dhe biznesmenit Ermal Beqiri. Në një konferencë me gazetarët, Berisha i cilësoi kallë për urdhër arestet e lëshuara nga prokuroria e posaçme. Por e vërteta është se këto janë mandate kallë kryesore, sepse Ergyes Agasi ka 3 javë që ka ikë nga Shqipëria i njoftuar. Ose nga Vlora Hyseni, ose nga Edi Rama, ose nga Altin Dumani. Një nga këta 3. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Berisha, hetimi nuk do të jetë i plot nëse nuk përfshihet bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama. Në rast se nuk vihet para përgjegjësisë Ergyes Agasi, Ermal Beqiri, Linda Rama, Armand Frank, mbetet një dosje kallë, që historinë e shtetit shqiptar nuk ka patur një njeri si kjo që shihni, që të zhvilloi 250 tendera sekrete për familje, për vetëm që të fitoj familja kryeministrit. Sipas Berishës, biznesmeni Gerond Meçe është marrë peng për shkak të tenderave të zhvilluar nga Akshi. Gerondin organizoi marrjen peng njeriu më i afërt i Edi Ramës, Ergyes Agasi, bashkë me një drejtor të policisë Tiranës, e çuan për kompetencë tek Suelçela, ky kishte arrit të filmoj pengmarrjen e tij, u arratis me njëherë dhe ka marrë azil. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prej kohësh ka denoncuar jo pak herë Ergyes Agasin e tenderat e zhvilluar nga Akshi.